Prandaj qëndrimi jam është që më mirë është mos me ardh fare. Unë i kom thënë në të vinë veç kryetarët e partive dhe në përfaqësojnë. Cila është arsyeja më na mundu, unë edhe më ardh. Duhet më ardh prej zërit, më ardh këtu me nguat refrenin për 30 herë dhe me dalë. Kjo është e dëmshme në raportin e marrëdhënieve ndërkombëtare të cilat po kalon Kosova. Unë për herë të fundit sot vi. 30 në libër të Ginisit jemi. Ju kom të regu gjithave, po na jemi familjarë. Me zorin Selimi jemi familjarë. Me Shqipën jemi që herat. Cila është arsyeja, mos me ndajtun me Shqipën, mos me bisedu me Shqipën, mos me diskutu me Shqipën. Nuk kemi armiq me zveti, këto du ta kuptojmë. Na jemi kundërshtar politik për zgjedhjen e pushtetit, për zhvillimin dhe ndërtimin e institucioneve. E këto janë mundësitë. Takom edhe me Albinin, edhe me Glaukun, takom edhe me Betinë, edhe me Shqipën, edhe me tjerë, edhe me Albolinën. Nuk e kam atë ngarkesë takimin. Partia e parë është problemi që nuk hap mundësi. Ata du të hapin mundësinë dhe ne du t'i përgjigjemi. S'është më rëndësi cili është votimi im shefta i hapën. Unë e kam qëndrimin tim. E kam bërë publike tanë kohën qëndrimin tim, po jam për zgjidhje. Hajde ne t'i bëjmë zgjidhjet. Ne t'i japin përparësi, ne t'i japin mundësitë. Ata du t'i japin mundësitë, jo ne. Na du t'i përgjigjim mundësive të tyne. Ai du t'a kuptoj një herë për gjithmonë. Nuk i ka fitu zgjedhjet. Është partia e parë, po nuk i ka fitu zgjedhjet. Kaq.